Mbaj mend babi im nuk ka pasur lek, edhe nuk më shikon mua do duke qarë në shtëpi, edhe ikte, flinte në rezervuar, ka të pesh, kupton? Sepse nuk më shifte mua duke qarë, se unë të nesër kisha ndeshje, do ati kja ndeshje, kupton? Dhe babi im ka trokit disa herë në për porta njerëzish, dhe për 2000 lek. Dhe që quni ka ndeshje quni nesër, kupton? Edhe ka pas dhe njerëz që se kanë hapur derën. Ka pas dhe njerëz që si ka dhënë ato 2000 lek, që sot s'janë asgjë. Kanë qenë shumë vështirësi. Ka pas dhe njerëz që i kanë dhënë. Ka pas dhe njerëz që kanë dhënë. Di një rast. Edhe unë i kam dhënë lek djalit e tij që më kanë ndihmuar. Ma trego pak të historinë. Po. Babi më ka trokitur të derë aty. I ka thënë më duhen 4000 lekë, ka thënë për djalin. Edhe i ka thënë po, i ka thënë na 5, i ka thënë ti mbaj 1000 lekë myrta për rrugës sepse ne ndalonim, do të thënë do harim një molto. Unë gjithmonë s'kisha, unë gjithmonë bëja sikur jo, unë nuk dua ta. Gjithë çuna do të thënë doni ai ta, më thosha jo nuk dua. Po unë doja ndërkohë, po si kisha mundësit. Edhe ai person ndihmoi babin dhe ndërkohë që ky person tani kthehemi tani do të themi te historia, do të thënë mbas që unë u bëra dikushi, ky person që më ndihmoi atëherë më kërkon ndihmë për djalin e vet për të ikur në emigrim me shifrën 2000 euro. Kupton? Edhe i thash po, i thash. Do t'i jap. Do t'i jap, i thash, se po mundohesh kërkosh për birin tënd, për t'i dhënë mundësi çuin tënd, të cilën ti më ke ndihmuar mua kur unë s'kam pasur asgjë, kupton? Edhe kështu ka ndodhur. Unë ja dhash ato 2000 euro, i thash nuk i dua më mbrapa ato 2000 euro, kupton? Ato ti kam taksur sepse ti më ke ndihmuar kur unë s'kisha asgjë, kupton? Për të parë programin me Mbroma Yje, mjafton të bëni subscribe në kanalin Arbana Osmani në YouTube.